Prioriteti parë për mua si kryetar komune do të jetë ujëra dhe kanalizimet. Prioriteti i dytë është arsimi cilësor. Arsimi në Malishevë është jashtëzakonisht i politizuar. Unë si kandidat i PDK-s i kam vendosur 5 parime mbi të cilat do ta udhëheqi komunën e Malishevës. Që është transparenca, llogaridhënia, barazia, bashkëpunimi dhe përgjegjësia. Ata që më njohin e dinë që këto parime që i tham kam i marrë deri në fund. Prioriteti parë për mua si kryetar komune do të jetë ujëra dhe kanalizimet. Uji i pijes edhe si menaxhim i ujërave në Malishevë. Kanalizimet janë problemi më i madh në Malishevë që krejt komunat e Kosovës e kanë zgjidhur veç na jem të fundit që kundërmban erave kanalizime nëpër qytet dhe nëpër të gjitha fshatrat e Malishevës. Unë konsideroj që problemi i ujit është i zgjidhshëm edhe me menaxhimin e burimeve që i kemë nëpër Malishevë, sepse rreth 70% e ujit humbet nga puset edhe nga burimet që i kena nëpër rezervuar, edhe lidhja me Këru Gjakovën është i mundshëm sepse për ujin e pijes garantohen marrëveshje ndërshtetërore, lërma ndërkomunale, edhe fajin që e kena gjuar her pas here qeverisë qendrore ka qenë i gabueshëm edhe se kena pas vëmendjen dhe përkushtimin e mjaftueshëm që qytetarët e Malishevës me pas ujë të pijes. Kjo tregon që prioriteti i ujit ka vendos gjithmonë si në çdo fushat mund diskutu e asnjëherë mos zgjedh. Prioriteti i dytë është arsimi cilësor. Arsimi në Malishevë është jashtëzakonisht i politizuar, rreth gjysma e drejtorëve të shkollas janë me ushtrues detyre, vazhdojnë me mbetë ashtu edhe krenohen se kryejnë punën më mirë ushtruesit e detyrës se sa drejtorët e rregullt. Kjo është një anë mali tjetër. Shëndetësia fushës cilës i takoj është jashtëzakonisht e politizuar edhe ka mbështetje të vogël dhe mbikëqyrje fare. Vetëm për militant partijak shërben shëndetësia. Bujqësia dhe zhvillimi ekonomik është një pikë shumë e rëndësishme që na i kena kushtuar rëndësi në program, edhe mbështetja e bujqëve në mënyrë të barabartë do të jetë fokusi jonë kryesor në bashkëpunim me këshillat lokale dhe me komisionet profesionale mbikëqyrëse.